Golden Eagle Ylli, njëra nga skuadrat në top fort e ProCredit Superligës. Pas 6 fitoreve rësh vikendin e kaluar në minatori, psoi disfatin e parë dhe sonte po kërkon t'i kthehet fitoreve në përballje me Bashkimin, skuadër kjo e cila pati start perfekt në ciklin e parë vjeshtor dhe më pas pësoi rënje të madhe megjithatë kohëve të fundit u këndel dhe në 7 ndeshjet e fundit ka 5 fitore. Sonte synon të vazhdoj formën e mirë për të mbajtur hapin me liderin Trepçën. Peshja startuese e Golden Eagle Yllit, Bamford Thomas, Scott Huffman dhe Erion Kastrati. Në anën tjetër, Bashkimi do të starton me Bunjakun, Shortenin, Wamun, Lejkun dhe Zeqirin. Çdo gjë e gatshme për këtë ndeshje, shpresojmë dramatike dhe fantastike. Bukur atje për mrekulli atje. E blokon tentimi i parë dhe drejte Tevani e këto i bën Edini Dustin Tomasi. Tentim për 3 pikë Scott Bamford. Treshja e 2-3 për Yllin i cili po shëndrit në fillim 8-0. Tentim i Lejson Zeqiri 8-3. Dustin Thomas atje po lufton me Lejsonin, nihën Dustini. Uffa, çfarë asistimi i Bamfordit për Huffmanin dhe 10-3. E përsia më lart ishte +8 parës, 8-0 për Yllin. Edhe njëherë ky asistim fenomenal. Ndihmon atje Cousins, sa bukur Lejk e vjedh këtë top, kundërshton i shpejt, Shorter, deri në fund, depërton dhe në duel kundër ish bashkëlojtarit të tij në Forza Regia Monterrey ku bën kampion realist. I vetmuar Scott e dërgon Tevendi për 13-3. Kastrati, Valoni, shpejt për Shorterin i cili treshën e la bombardime gjithandej. 5 minuta loj fenomenale në 13 qershori. Scott Bamford. Motis kemi pak si atmosfere të bukur. Shorter depërton e kthen topin Cousins. Kastrati është pranë tij, Lejson Zeqiri. Olmos atje i në lojë debuton edhe Josh Gray, ish lojtari Phoenix Suns. Erion Kastrati. Në brendi për mrekulli e ngulit Vuteni për 24-16. Ja bon sefte në Kosovë kur basketbolli kosovare arriti maksi. Opala! E dërgon Tevani, Malcolm Arms. Thomas dhe Janjeva. Bamford për treshën. Armstedi, dikur ish bashkëlojtar, meriton Ismaili. Depërton, bon slalom mes dy vete. Tjetër të Dustin Tomasi, e dim që Tomasi i ka treshet nga këndi specialitet. Në qintat e fundit atje të sulmin. Topin Wamun nuk ja pasoj. I vetëm sa bukur Valoni depërton për mrekullim mbi Huffmanin, realizon super inteligjent është Valon, kapiten Bunjaku. I arzakonshëm. Ja, hopala, Scotti dhe mbi Huffmanin e shkurton hapin. Wamun pick and roll me Huffmanin. Tenton atje, nuk realizon, por Huffman lufton, nuk realizon, edhe njëherë lufton si Luan Brandon Huffman. Edhe 10 sekonda deri në fund. A do të jetë në fund barës, apo e përsia e parë dhe e fundit në pjesën e parë. Sa bukur atje e pa Lejsoni Valonin i cili po punon. Scotti pak që u ankua si do qof lojë vërtet. Sa bukur Shorter për Wamun. Çfarë lëvizje, çfarë. Ta zgjerojnë lojën për mrekulli Tomasi, depërton deri në fund atje Kenny Wooten. Edhe një blokad, ju këmëton, këshyren i Wootenin. Ish bashkëlojtarët e kampionja e Meksikos, Monterrey. Malcolm Armstead bombardon. Scott Bamford për
katërt e shënon nga Himalajet atje. Bamforti është reprezentuesi i Kosovës. Kozens, a do të tenton me u përgjigj në treshe me treshe, jo, shkon dere në fund për Armstedin, i cili në treshet Bamfortit përgjigjet me treshe. Kuam se s'ka treshe që në skot. Lëvizje bukur mashtruese me tabel i mrekullueshëm. Në kërcim në sulm, për paksa nuk e mund Bashkimi topin. Skoti, Bamforti për Skotin tjetër, Anton Skotin. Shortër bukur atje për Kenny Wootonin. Ju kam thënë adhurues të basketbollit, si gjona keni me pa shumë nga Kenny Wooton. Ju kam thënë jo vetëm këto ngulitjet dhe fluturimet e tij, për ata që ju kujtohet Bashkimi dhe Shinkeri, një prej lojtarëve më të mirë të huajt të cilë kanë ardhur viteve të fundit në Kosovë. Dhe vjen treshja po në Universitetin e Oregonit. Aty ke uffa! Fluturon! Kenny Air Wooton fluturon dhe koshin e shmonton. I arzakonshëm. Unë e kesh të fol e aj veç e dëshmoj. Deporton. Uffa! Adhurues të basketbollit nuk po du mo me thonë që apo e shihni që ato që e thash. I arzakonshëm është Kenny Air Wooton. Moti kësi lojtarin Kosovë s'kemi po. Skot punon për mrekulli për Lis Shoshin, i cili shënon për pakso nuk e blokoj atje. Tomasi për shorterin, Lejson Zeqiri tenton për tripi. Grej tenton për tripi. Edhe ndeshja mbyllët me rezultatin 63-68, fitore e Bashkimit për të ruajtur pozitën e dytë